Imam Ahmedit i tregua njerëzit se njëri nga nxënësit e tij gjatë natës e lexonte tërë Kur'anin deri në mëngjes dhe pastaj e falte namazin e sabahut. Kur dëgjoi Imam Ahmedi për të, ai deshi ta mësonte nxënësin e tij të meditojë gjatë leximit të Kur'anit. Nga se e dinte se Kur'ani famëlartë nuk mund të meditohet po që se lexohet me shpejtësi të madhe. Kështu që ai shkoi tek nxënësi i tij dhe i tha: "Më kanë lajmëruar njerëzit se ti për një natë po e lexon Kur'anin famëlart, a është e vërtet?" Nxënësi i tij tha: "Po, o imam, kjo që të kanë treguar njerëzit është e vërtet. Unë për një natë po e lexoj tërë Kur'anin famëlart." Imam Ahmedi i tha nxënësit të tij: "Kur të vi nata, ngrihu dhe lexo Kur'an dhe vepro ashtu siç veprojeve herëve tjera. Mirë po, gjatë leximit paramendo sikur më ke afër dhe jam duke të përcjell dhe pastaj më trego të nesërmën se si ke kaluar këtë natë." Të nesërmën erdhi nxënësi i tij tek Imam Ahmedi dhe i tha: "O imam, gjatë gjithë natës kam lexuar vetëm 10 xhuza të Kur'anit famëlart." Atëherë imami i tha: "Tani sonte të lexosh sikur të jesh para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam." Nxënësi shkoi dhe kur u kthye të nesërmën i tha atij: "O imam, nuk kam mundur ta përfundoj as xhuzin e 30." Pastaj imami i tha: "Shko dhe lexo sikur të jesh duke lexuar para Allahut Dhul Xhelal." Nxënësi shkoi i habitur, kurse të nesërmën u kthye duke qarë dhe imami i tha: "Çfarë ke o biri im, përse po qan?" Nxënësi u përgjigj me lot në faqe duke i thënë: "O imam, pasha Allahun Dhul Xhelal, gjatë gjithë natës nuk kam mundur ta lexoj as surën Fatiha." Të nderuar lexues të Kur'anit famëlart, kur ta lexoni Kur'anin mos e shpejtoni atë, por ndalu dhe medito rreth fjalës së tij.